Artur Shkoti, drejtori i shkollës së Shkronja. Të dashur bujar shqiptar, poeti kombëtar Naim Frashëri, analizën e protestës e shpreh kështu: ligësi shumë u rrëfye, andaj populli ngriti krye. Programin kombëtar shqiptarët e gjejnë tek rilindja kombëtare. Këtë program Naimi e përmbledh me vargjet: tregomu dhe shqiptarve udhën e punës së mbarë. Bashkomi, bëmi vëllezër, edhe thjesht shqiptar. Bashkovasa, të gjithë si vllazën një bes shtrëngonju. Gjergj Fishta, sot shekulli mbar prirë synin prej shqiptarve, me pa si përkujdesemi për atë. E si u dëshmojmë me puna kundërshtarve se jemi zot me u lidh me bes e fe, edhe vetë me sundue vendin e të parvet. Sami Frashi pa bashkim nuk ka opinion publik. Për të dëmtuar programin edukativ kombëtar të rilindjes kombëtare, karteli politiko-fetar dëmtoi rënd sistemin arsimor dhe zbatoi devizën për qa e sundo. Synimi shturja kombëtare, dëmtimi i karakterit dhe i virtyteve të shqiptarit. Që Naim Frashëri i vlerëson të lartë tek historia Skënderbeut duke thënë: në janë ata shqiptar që i njoh e i di unë, bota po ka për të parë këtu një të madhe punë. Karteli politiko-fetar dëmtoi e turpëroi kombin shqiptar në një mënyrë që Naim Frashëri do ta përshkruante kështu: s'më vjen keq për derën tënë, se nga Zoti kështu që thënë, po më vjen për më mëdhen dhe për besën dhe për fen, më vjen keq për njerëzin që i dhat arratin. Poeti kombëtar Naim Frashëri realizoi sintezën e besimeve fetare, bazë e harmonisë fetare dhe edukimit kombëtar. Karteli politiko-fetar jo vetëm e dëmtoi edukimin kombëtar, të karakterit dhe të virtyteve të shqiptarit, sipas Naimit dhe rilindjes kombëtare, por me ligj 93/2022 Tinës ja hoqi titullin poet kombëtar Naim Frashëri. Besa e bujarëve shqiptar e konceptuar nga Naim Frashëri është realizimi i devizës së rilindjes kombëtare: feja e shqiptarit as shqiptaria. Sistemi arsimor duhet ta mësoj sintezën, besën e bujarëve shqiptar të Naim Frashërit, të cilën nuk e ka mësuar as në kohën e komunizmit, as tani, as ju se keni mësuar. Kështu që dëgjojë: besë e mbar e Perëndis, udhë e mirë e urtësisë, është vetëm mirësia, e vërteta njerëzia. Zemër e bardhë, shpirt i mirë, me mëshirë e ëmbëlsirë, e drejta, vëllazëria, dashuria, miqësia. Gjithë besët që janë, vetëm këtë udhë kanë. Këtë thot besa jonë, dhe të tjerat këtë thonë, se në jetë s'ka dy besë, një është e një do të besë. Besë është Perëndia dhe udhë e saj njerëzia. Besa jonë është një fjalë, dhe ajo fjalë s'është e qalë, është fjalë e Perëndis që i duhet njerëzisë, nuk është fjalë e kotë. Bëj mirë, mos bëj keq, thot. Besa edhe Perëndia është vetëm mirësia. Dhe ai sot i vërtet, edhe gjithë çka në jetë, te njeriu gjithë janë, mos kërko më t'ja të ranë. Po të bëjmë mirësin, kemi ndër ne Perëndin. Kur të bëjmë ligësit, kemi djallë e djallëzit. Kur të jemi të vërtet, është me ne Zoti vetë. Vargu i fundit i detyron
Vargu i fundit i detyron organizatorët e protestës të jenë të vërtet dhe të kemë parasysh porosin tjetër të na infrashi të bagati e bujqësi, mos ju afro dhe lëpëris, posë drejtës ju një spas, në të gjofsh fjalët e mia, do të jesh gjithnjë në gas. Të dashur bujar shqiptar, që u ngritët në protest kombëtare, le të nderojmë lirin për të cilën na infrashi thot tek Sherbelaja. Botës i dhan lirin, duke ngrehur parasin dhe të zgjedhën një të parë dhe të urtë, jo të marë. Duke ngrehur parasin, do të thot, duke përmbysur qeverin. Faleminderit.